Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Oda Podcast. Unë jam Manjola. Unë jam Marko. Dhe unë jam Joana. Dhe si gjithmonë, kena të mrekullueshmin ton, producentin ton, Elvisin mrapa kamerave. Sonte kena me fillu disi ndrysh. Për me thonë se qa kena me fol, apo e lini këtë poezi herë, prej Markut, shokut ton. Faleminderit Manjola. Unë po mundohem me recitu një poezi që e kam ba para pak vitesh. Edhe ma mërë me që mend poezi keni me pa se çfarë kuptimit ka, por do ta shpjegojnë edhe Manjola edhe Joana mrapa. Kini vëmendje. Poezia fillon kështu. Heret nana ishte qu, sapat hap djepi një sy, mi shporet një enë të i vlu, mush me vez godi me i ly. S'ka lej shumë e fidera dera, dur tanë boj del nana jashtë, hajde mark se kanë arë fëmija me fal vez se kena pashk. Kishin arë fëmija shefqetit, me ta jena dhe kumar. Tu i ba peke për lezetit, ta na vez mi thyn me rall. Një mazdite, njatin zheg, më knaqi hund era shërbet. Der për der negji ka dal, shpi për shpi të qu baklav. Po i thot nans, ti ke shumë fëmi, ta kam pru plot një tepsi. Jeni thirrë në aksham, sande kena tan bajram. Kështu rrita, kështu mësova. Këto janë fenat që njoh, të shkandru, mendet e koha, festojnë vetëm në një kosh. Kjo pra ishte feja jon, që në bot ka ba jehon, dhe për fen ke pika par, miq do gja jena shqiptar. Bravo, Mark. Kja besoj është një nër, për mu, për mendimin tem, një nër poezi tuja që më pëlqen mu ma shumë, se është ka një kuptim shumë të madh për tanë shqiptar, kudo që janë, por sidomos po i ka vim na për Shkodrës, e gjejmë shumë vedin të kjo poezi, se ka noll taman kështu sikur e përshkruan ti në poezi. Dhe më thonë, kja nuk është thjesht poezi, kja është e bazuar në realitet, në ngjarje të vërtet. Është mos e vërtet kena ken ton bashk, kena festu ton bashk, edhe nuk kena dit me dallu asnjë gjë midis njëri tjetrit. Kena ken në fundit, jena ndoshta kisha thënë prej dy vetmit kombe, na shqiptarët jena ton bashk. Po, është e vërtet, sa në dona me foli fije për një temë që nuk është tja parë që shqiptarët flasin, jo vetëm shqiptarët, po ka folë edhe Evropa për këtë merit që kanë shqiptarët, për harmoninë fetare, që jo vetëm kohët e fundit, por në shekuj, shqiptarët kanë pas një harmoni që jo se s'kena pas konflikt, se aja nuk diskutohet, por a kanë dashnia dhe respekti për njëri tjetrin, për fenë e njëri tjetrit, për zakonet e njëri tjetrit që kanë bërë në fenë, dhe kjo ka bën që edhe Evropa, edhe bota të na cilësojnë si një popujt ma në harmoni për sa i përket fesë. Unë personalisht jam rrit në qytetin e Shkodrës, ku të tri fenat, feja muslimane, feja katolike dhe feja ortodokse, kanë ekzistu edhe në kohën e komunizmit, pavarësisht se në 1967 në veri dhe komunizmi e heku fen, ishim i vetmi vend botë që heku zotin, por për në përshpia të shkodanve, kanë festu, ka ekzistu feja, ka ekzistu zoti në tri mënyrat të ndryshme, pra në mënyrën e muslimanëve, fesë muslimane, fesë katolike dhe fesë ortodokse. Në ta kena historina, jo atje që na njekni në këtë që po diskutojmë, kena historina tona personale, familjare, që kena qef nështë mi pru 2-3 raste, 2-3 mendime, 2-3 opinione, dhe jo do t'i shprehni në për komentet tuja, se edhe ne knashna kur i lexojmë, atë eksperiencë që keni pas edhe jo gjatë jetës tuaj për harmoninë hyjnore që e kanë shqiptarët për harmoninë fetare. Kena pas atë gjën e bukur, sepse ndoshta në të kohë që nuk është leju për me festu, në tanë kena festu në heshtje, edhe kisha thane kena mrojt një tjetrin, sepse në qovë se kena pa dikenin për shënkoll me gjel, kena thane që
e ka marrë për qef. Ka marrë për. Edhe ose kanë pas bajram e kanë bë Haxhi Makulla, kanë bë baklava, kanë bë domethënë ata amelsinet. E kanë pa, e ki gjeti sebeb dhe me thonë që pse e ki bë, edhe kja difton që na kena edhe jena vazhdojmë t'jenë në përkra njëni tjetrit, edhe nuk i kena dalu do me thonë, unë mundë me thonë lirë shumë për vedi, që noshta shumica e shoqënisë teme që e din shumë mirë, ata që më njohin këtu, se në Shqipni e dina ma se kena shumë vjetë, por shumica e shoqënisë janë të fesë muslimane, edhe ja urojmë, edhe më urojnë festat kur vjen koha. Kja është aja tonë dashnin, që nuk ka rëndësi se ku jena, edhe pse kena ardhur në këtë tokë, në këtë vend të huaj, na prap festojmë prap bashkë. Sepse si thojnë gjithmonë, aja ma kryesore është, si kanë thonë, feja shqiptare të shqiptaria i në rrallë parë. Edhe kja është kënaria, kja gjatë që kena në shqiptarë, kja harmonia fetare, edhe është një diçka që mendoj që është merit e të parëve tonë, që e kanë trashëgu këtë dhej mentalitetit, këtë dhej kulturet, të brezat që kanë arë me rallë, edhe na jina mundu me e majtë njëjtën gjatë, sepse kja ka egzistu gjithmonë në Shqipni. Jo kujtoj, po e kena majtë për iman, sepse edhe pse jena lërgë, jena në Amerikë ma, pa me kënë Shqipni thunë fund botë, s'ko në Amerikë, por edhe pse jena këtu, në ashtu që ma domani edhe të Siona ose edhe Marku, jena nuk dallojmë me pyet qa fejet ka Marku, dhe me thonë, as mundena me kënë në shoqni. Edhe kja është aja që nuk kena dallime, edhe kena qef, në fakt, kur ka një fest, për me festu bashkë. Unë, në fakt, nuk e kam, pavarësisht se kena gjanat për bashkëta, kisha thonë që janë krishtianizmi edhe islamizmi janë në dy fena që kanë gjanat ma shumë të përbashkëta. Në qoftë se na kena për shembull që majmë lent për pashk dhe krejshmet, ndërsa feja muslimane kanë Ramazanin, ninojnë për atë. Unë për veti nuk disha se për shembull na lajm ishin ata kanë me orar, edhe një herë thjesht për me ditë se si njihet, për një shoqes teme thosha, du me ninu edhe vetë me ditë se si është për me ninu. Se është diçka ndryshe, ose nota e kadrit është një nota që malle për ata, so primen edhe vetë, për shembull kam qef me bë një amelsin se e kanë për natë mirë. Kur janë festa që të maja që dikush beson, se në fund të fundit unë e di dhe më thonë të dyja këto fejna ka që të mlaja, besoj në 20 vetëm, edhe në qoftë se është 20 i vetëm nuk ka rëndësi se që a thrasim. Na ka rëndësi që e dojmë, edhe dojmë me ba mirë, edhe falim dashni kuda. Si thët njëjtën gjë si kanë ba, për shembull kur kanë pas krishten katolik shënkollin, për shembull, kanë prej gjelin, ose dikush që ka pas pak mundësin ma shumë me ba në i fërlika në i gjë, kush kanë kënë miqt kryesor që janë ftu për shënkoll. Janë ftu shokët që kina pas e miqt e fejs tjetër. Dhe të njëjtën gjë kanë ba ata për fejstat e veta. Si theti për shembull që ke qef me ba një amelcin për natën e kadrit. Ose të njëjtën gjë për shembull Kish Laxhit është shumë e njoftën në Shqipni. Kish Laxhit shkojnë ato që kanë gjithë tona fena. Edhe ata nosha që s'kan fe hiç shkojnë Kish Laxhit. Dhe më thonë, këta janë këta të përbashkëta që kena, këta janë da gjana që janë shumë të rëndësishme që na i kena rujt pavarësisht, shumë gjanave që kena kalu me komunizmin, që i tha Marku e kanë hek zotin për shpijave, për zarmes nuk na kanë hekur, por jena me taman me fat që e kena rujt këtë dhej harmonijet fetare. Unë thëmë që dhe më thonë e kina pas në raj tamam, sepse me kalu 40 e so vjetë, dhe më thonë që ki kenë 40 e so, përja saj, dhe më thonë nështë sa kanë kenë të në bash 30 vjetë dherë sa është leju, kur është hapë në 67 dhe 91 so vjetë, se ty të kena mirë në matematikë,
Domethënë, Fantastik matematikën, bravo njës. sa ke marrë 5-4. Që gjë si ja dojnë mora për të ndorë ekuacionet këto. Se kena dhe shumë me bo. Në uaj me svodina. Ta nguajnë me lopës ndorë. Svodina komi do. Por ma hupe edhe fili, se ku dish me dal. Por si kishtë të thonë jo, e gjeta. Edhe pse kon nejt, mi 30 vjet, prap e kena pas në gjak, sepse nuk ka pas gja me na hek. Kena kënë detyrum, ndoshta për mas me besu, për një gja që e kënë gjak, s'ka rëndësi se sa vjet analojnë, prap keme, sa janë hap, sa na është dhona ja dera e par, kanë kënë të mushun vendet. Unë e mojmen kam kënë në shkollë të mesme, kena shku të Xhamia Plumit me shoqnin, me shokët e me shoqet e klasë, dhe me thonë u hapne, e di që kam shku atje të kisha, dhe me thonë, apo hapa ja të kisha të vorret, dhe me thonë, kanë kënë, kena shku. Na kena pas në fakt shoku i Bob Stone, ka kënë i ngusht, shoku i ngusht i Bob Stone, ka kënë i fejs tjetër. Edhe gjithmonë gruaja ti vite e na bate baklava, amilcina, kur kishim në ata festat tona, dhe më thonë, i ngusht pra, shoku i parë, ma që i vazhdojmë edhe sot taman, edhe po janë edhe këta gjona që na kanë ushqy edhe ne prente, këtë gjë, për njët i kina majt, për njët i kina trashigu, sepse gjithmonë na kanë thonë, ata janë, na jena ta njësaj, në fund fundit. Si the që ma njëllë ta 20 besojmë. Pavarësisht se e praktikojmë në mënyrat ndryshme. Kam që me punja dy gjana që më mërmenja e përkasin edhe njerëzve që i kanë kalu, më kujtojnë në kodë komunizmit, kur nuk mushë me festu festat, kanë kënë forrat. Zakonisht në për forrat që është njerëzit të pësinjat gratë me pjek, jo spesat mushë njerëzit, po kur ishin festat, i shifshë, dhe më thanë, gratë, ta në lagjeve të shku të fortari, o mushte me të pësinja. Me të pësinja 500 që atat mlojen, me baklave, me kadaif. Edhe me sërtepriq, edhe me amecina tjera. Ja, marë sërtepriq të alqu me tje. Po, dhe më thanë, e diqen se, tësh janë pashtë, pra nene janë të qu gratë, edhe thëshin, për shumë vjetë, kështu ledhë, mas me një. Një të në gjanë kur kishin festën muslimanit, gratë muslimane, bashin baklavat, të spigjet, kadaifin, edhe gratë katolike, e diqen, thëshin, për shumë vjetë, apa na vini. Dhe më thanë, ishte sa e frikshme, njëtën kohë ishte edhe një dashni ka që male që na lidhë të feja njëne me tjetër. Unë e kam pas fatin me njohë personalisht edhe Dom Simon Njobanin, që ta në Shkoda njëve është një nër priftat që ka ba burg ma shumë se asë një prif tjetër. Kam njohët edhe Hafiz Abrikoqin, Hoxhen, që më mërmaja jo vetëm Shkodran, po njohin ta në Shqipnin. Këta janë të dy klerik të parë që patën mundësin edhe fatin për me hap kishat dhe Dom Simon Njobani në kishën e Rmajve në Shkoder, dhe Hafiz Abrikoqi Hoxha hapi Xhamin e Plumit. Unë mora pjesë në të dyja, isha shumë i ri, por si ta në Shkoder dhe të me Kallabek ka marrë pjesë të dyja, ishte një emocion i jashtëzakonshëm, sa që edhe sot me nep emocion kur shifsha gratë dhe burrat që kjashin për gëzimit, ishte një, dhe me thanë, u këthy Zota hejt e njerëzit. Dhe shpresoj që edhe sot njerëzit Zoti ishte te njerëzit, po këthyne njerëzit edhe herë ka Zoti, po, se Zoti ishte Zoti gjithmonë te njerëzit. Zoti nuk i korr për njerëzve. Absolutisht. Po, vërtet. Edhe shpresoj që sot, pavarësisht kësaj jetës moderne që bajmë, këtyne gjanave materialistike që kena, që i shfrytëzojmë, prap besojmë Zot, sepse tonë kena një Zot, pavarësisht çfarë feje tje, çfarë kombë tje, Zoti është për të tanë dhe sepse ti mundesh më fal me kanë shumë fetar, pavarësisht cilë fejet i përket, mundesh me kanë shumë fetar, edhe ndoshta nuk e praktikon as shumë, se jo gjithmonë njerëzit e praktikojnë njësaj, po nëse nuk e praktikon tamam ashtu si duhet me vepra, atëherë nuk ka lidhje ku shkon. A shkon mu lut në kish, a shkon mu fal në xhami. Se nëse nuk e praktikon atë mirësinë
që Zoti na thot me praktiku, nuk ka ata janë komplet kot, gjithçka tjetër është kot. Zoti në të tana fenat thot t'jesh i mirë. Thot faldashni. Bën jepi fukaras. Bën për fukaran. Nasnjë për këtë domethënë ja se jam teologe, por unë besoj me ton shpirtin që nasnjë fe nuk thot që bani keq. Masë në ma atë që ka nevoj. Tonë thojnë në maja, s'ka gja. Banë mirë, s'ka gja. Edhe kur dikush ta ban keq, thojnë, fale, s'ka gja. E dini malli zat ata punë. Kështu që është bukur, edhe në qoftë se ke edhe prej atyne që nuk besojnë. Ke edhe prej atyne s'ka. Edhe din qa, atë kushtan gjo me keni mirë. Atë kushtan gjo me një ata fjallë. Një gjatë ke që s'ke. Veç mirë ke prej asaj. Edhe pa mas me ekzistu për ata që nuk ekzistojnë. Për ata që mendojnë që nuk ekzistojnë, se falim në Zotit besoj. No, ti e prejke për ata që nuk ekzistojnë. Është një pjesë që janë ateista, po ata me thënë drejten, unë nuk i ven lisiq, ateistat kanë botën e vetë, kanë punë e vetë. Po është një diçka tjetër që po ata qef me prejk, sepse historikisht janë mundu shtetet fshinje, nuk ka sekret, Greqia edhe Serbia, edhe nërtanisht e tjetër, me fut përçamje shqiptare në shqiptar, si në trojet e Dardanis në Kosovë, si në Shqipni, apo gjithkund tjetër. Edhe nuk kanë mujt me arrit kur përçamjes në shqiptar. Më kujtohet në një lexim, më duket kur Gjergj Fishta ka shku në manastir, dhe këto drejtuesit dhe liderat e Evropës i thane pader, Shqipnia shumë muslimane, a ka shumë vështirë me hi në Evropë, edhe ka shumë vështirë Evropa me pranu. Duhet me ba diqa me këta muslimat me mujt me ndryshu fejnë avash diqa. Edhe pader Gjergj Fishta ju pa të përgjigj. Në kjo se dikush i prejk vllaznit ton musliman, na do shkrim kryqat, do t'i bëjmë fishek, edhe do t'i dalim zët, sepse musliman shqiptar janë vllaznit ton. Pra, kjo është jo vetëm një mesazh që ka noll shumë vite më parë, por duhet jetë edhe mesazh sot për gjithë shqiptar kudo që jena, sepse ato që thojnë feja muslimane më mirë se feja krishtiane më mirë se feja muslimane, nuk kanë vend. Janë profesorat, janë teologë që marrin me atë punë, populli duhet të ketë harmoni njëri me tjetrin, sepse kështu duhet na mi rrit fëmijët tonë. Na duhet me kenë shqiptarë përpara, siç e kanë thënë edhe Pashkovasa, feja shqiptare dhe shqiptaria, dhe t'ja lajmë brezave tjerë. T'jena simbol, t'jena, si më thënë, bëna edukata e Evropë. Se na në Evropë nuk njih na fort për shpike teknologjisë si Gjermania për Mercedesa ose Italia për modën e për njëra tjetër, por na njihna për besën. Besa është dhe më thonë më amalli, se për këtë kisha thonë unë. Harmoni fetare, njihna si... Por dhe më thonë në, që kena një gjatë fort është, në qoftë të ka ardhë në shtëpi, kushdo që ka kenë, edhe armiku jot me pa kenë, në qoftë se ke pranuar në shtëpi, ke lanë besën që ke me emrojt, mërë që do që ka nollë, e ke majt me thonë mendja se a ka kenë fej tjetër, a ka kenë që do që ka kenë tjetër, ke pas besën edhe ke lanë, sepse na për njëni tjetërin, si e theti atë Gjergj Fishta, ka thonë këta na i bajmë i shkrim kryqat e i bajmë pluma për ata, sepse një te kina pas na bashkimin, i kina dollë zët njëni tjetërit. Edhe ku ka ma bukur se edhe sot, me vazhdua gjë. Se pra pa dallu edhe pa gjyku, sepse tonë besojmë në ata besimet tona që kena personale. Me thanë drejtën, më duket se rinia sot, brezi i ri, janë edhe më të edukuar se na, nga ana se na kena kenë ose breza përpara pak me fanatizëm. Ka mentalitet. Kena pas nga një mentalitet. Kurse rinia sot e pranon tjetën edhe më kollaj se kanë pranuar ndoshta gjyshat ton, babat ton, edhe na sot brezi i ri e ka ma të kollajt, e ka ma... Sepse kanë ma informacion, nuk janë ashtë izolum, sa kena kenale për informacionit, dhe me thonë, ne ma shumë kena shku në bas fjallëve që na ka thonë gjyshja, që na ka thonë gjyshi, baba, nana,
kurse këta i kanë pak më shumë informacion sot e për njëtë ndoshta janë edhe pak më me në hapun. Por edhe në atë mënyrën që kena kena prep të na ka ekzistuar harmonia edhe nuk e kena një kurrat njenjen e dallimit fetar. Si dhe me thonë, në fundit, s'ka rëndësi se çfarë feje kena edhe çfarë feje i përkasim, por në fundit, dashnia është e gjuha përbashkët të tana fenave. Po, Zoti e të thot, me dash njëri tjetrin. Dhe me thonë, ndoshta, të që po e thëmë fakt me zo, ne pas kena kënë tonë besimtar të fort, sepse na kena dash, dhe me thonë, aja është që na dallon prej tjerëve, na kena dash njëri tjetrin, dhe Zoti e të thot. Duje. Atë bani komunizmi, mundu me hek Zotin prej nesh, Po, që me në ndamur në përshko. Po. Na jësina një popull fetar, kuptimin e fjallës në ekstrem fetar, por shqiptarët besojnë Zot, dhe Të shumë aty nuk bi dakord me ty, sepse gjithë se cili, pa gjyku cila anë, njof edhe di, njerës që janë të dedikum, që nuk individa, është që me kolektive, por i di dhe më thonë në të dyja anët e degve që besojnë edhe i bajnë të tana dedikimet e tyne, urnimet e tyne, dhe më thonë që po të është edhe makulla e me praktikue, sa është lirëshem, përse ata që e kanë praktiku në atë kohë që nështë janë përshkatu, kanë rreziku jetën, martirë që janë përshkatu për atë vej, dhe më thonë të dyja në kristian edhe në fenë islame, të dyja anë kanë pas persekuptim, kanë pas përshkatime, kanë pas që kanë praktiku fejnë vetë. Dhe më thonë, ata kanë kenë ata që taman e kanë... Papa Francesco në 2004, me sa më e mendon, e shpalli Shqipërinë si një shtetet që kanë pas ma shumë martirë në klerik, dhe si një shtetet në Evropë ma me harmoni fetare. Edhe kjo është një anë pozitive, jo pse ka anë vetëm Papa, po aja është një njeri që i përket krishtianizmit. Në Shkodër, jam falë, në Shkodër kina pas edhe filmin, Qifti Lumëtën. Filmi Qifti Lumëtën, nuk mundesh me përshkru ma mirë. Djali ishte i fesë katolike, vajza i përkite fesë muslimane, po. Edhe ka kënë i njëri Beb Shiroka, pas dritë, që ishte baba i djalit. Ka kënë film, si me thonë, gazmor, po ka pas një kuptim shumë shmall, edhe më duket, me sa dion masat i filmit kanë fillu i fije edhe ma... Pase ishin me të minat, në të kohë, si me thonë, ishin fanatizmi e si... Pase ishte dhe me thonë, ka një në anë fanatizm, ka tjetër anë, dhe me thonë, ma të hapon, por tësh në edina dhe sa dashni kanë raposh, e kanë vujton jetën, s'munësh me marë, s'munësh me erba, se është këshu, se është po, dhe me thonë të cilë ndej ka kënë, por sa dashnia, po ka pasë për ty në fund. Me thonë, se kanë pasë, se kanë najtë me atë lagë, me atë vujtje në zemër ton jetën, pa pasë atë që i kanë dashtë. A ka ma keqë. Ka kenë edhe pak nështë edhe në disa njerëz dhe mentaliteti i gabum, që shumë njerëz kanë dek nështë me atë birë në zemër, pishman, që s'kanë përfundu nështë me një njeri që kanë dashtë, sepse ka ka një fejs tjetër, dhe të harru gjithmonë që tanë kena një Zot në fundit. Por kanë egzistu, edhe nuk kanë egzistu vetëm Shqipni, ajo gja no ma mërmendja, nështë ajo atë shumë, po nollë edhe në shtetet tjera, nështë. Pavarësisht se kanë pas raste, si e tha dhe Gjana, ishin ata zakonet, ose si me thanë, fanatizmi që ishte, jo, duhet me marrë vetëm fejës tanë, do të marrësh katolike, grunë nëse katolike, se të marrë... Falë mërë se po të nërpres, për nuk ishte vetëm fanatizmi, besa ishte ma shumë mentaliteti. Se nështë familja, se kishte fort problem, se do të me e pa fmine vetë lumëtën, po thotë kanë me msha,
kanë me fol për ne, kanë me na marrë në përgoj, nuk ishte se ata nuk doshin vetë, ishte sepse ishte mentaliteti që kanë me thonë tjertë. Ose ka kënë edhe e, dhe më thonë një në anë dote, e tjetër anë s'dote, edhe sa ka nikë për shpijet, e sa ka najtë pa fol me fëmijët e tyne, sepse kanë thonë që po iket kina ra mohit, a ka gjamat male, dhe më thonë kina pas edhe ata ekstreme. Që për hatër të dashnis, ndoshta se kin njek atë këshillen e prindit, këshillen. Atë që kanë thonë, sepse ka dashnia spyt thonë, ke bo atë që ki ikë prej shpijet, por unë e di dhe më thonë, i din fakti njof edhe me emna njerëzit që për dashnin e kanë bo, kanë ikë, kanë najtë ndoshta edhe 20 vjet pa fol me familje. Opinioni publik për shqiptarët ka qenë gjithmonë gjykus. Jo vetëm A nuk është ma? Jo vetëm ana e fesë, por edhe në aspekte tjera të jetës. Ja, dhe sot vazhdon gjohen me kënë opinioni, po jo si përpara. Shpeshherë të pas parasysh se njerëzit kanë një opinionin që thot mahalla, që thot halla, që thot qyteti, që thot katuni. Unë mendoj që sa tash edhe më shumë. Jo vetëm dashnit që në kanë përfundu ose kanë vujt për njëri tjetrin, por gjithashtu një edhe në kohë kanë kënë edhe talentet. Dikur ka kënë, marrë me të në vajza. Pse po kënen? Po, e vërtet. Jo pse po shkon vajza në sport. Jo pse po bjen vajza violinës. Jo pse po pikturon vajza. Aktoret. Ky ishte opinioni, të vujt opinioni. Por mendoj që sot e kena kalu atë fazë dhe pavarësisht se ekziston një fije, por nuk është e theksuar si përpara. Varet se për çfarë, se prep. Por prep të kthena të tema që kishim për harmonin fetare, dashnin. Gjithmonë shqiptarët, kur kena pas, se kam thënë edhe herë tjetër, kur Shqipnia ose Kosova ka pas një problem, ka pas një hall, as nuk ka ba llogarit kur jena kanë tanë bashkë, kena ndihmu njën e tjetrin, kena stërhu njën e tjetrin, nga ana financiare, nga ana monetare, nga ana e dashnisë, jena kanë bashkë, jena bashkë, edhe sinqerisht çdo njeri ku do të jeton shqiptari na duhet me kanë krenar për harmoninë që kena njën me tjetrin, për dashninë që kena me njën tjetrin, pa rëndësi kafeja, por e rëndësishme është edhe herë që jena shqiptar, e të rrisin fëmijët tonë si shqiptar kudo që t'jena, sepse ajo është vetmja mënyrë që na të jetojmë si kom, pavarësisht se jena një shtet i vogël. Por unë kisha thonë, unë jam gjithmonë në asaj dashnisë të paqes. Unë marrej për dashni e paqe. Edhe na kena thonë që kena qef me kënë aja ora lirëse. Kisha thonë që tanë ku jena, se o zot, se harrova dhe i gjatë tjetër. Se tu menu dhe me thonë, nëso vende jena, i ditë Marku vuni një pyetje, edhe tha që na shkruni për i koflit. Bërë ma pyetje se... Ja, ty s'bëj ma pyetje. Ma pyetje në fjetë në garaj. Ja, ty s'bëj ma pyetje. Por, do me i thonë, kina marrë që dion 390 komente, prej vendeve të ndryshme. Si pas ke kontrollu komentet në duket, në të dva kritik. Se nuk janë ma shumë, vjen shumë keq. 400-500 komente, tesh nuk i moj mën, se tesh i ka qëtëru kejna dhe në, hajde moj mën të në mërë vlo. Janë 4 platformat ndryshme që na shkruni, e na jepni atë shumë dashni, që na shumë shpejt, kena u mundu me ju këthuj sa ma shumë rapa. Por, në ta komente, so do që kanë kenë, edhe në që se kanë kenë i mi, na keni shkru prej të në vendeve të botës. Po kishim edhe në Tajland, kena meq edhe në Afrikën e Jugut. Ta në botën janë shqiptar. Në Australi që dihet ma në Evropa, s'ma domendja. Po s'ma domendja që ka qytet, që nuk ka shkru prej Evropë, dhe më thonë, në shtetet po që po. Nuk, s'di, a kina kalu në i shtet? S'ma domendja, Suedi, Norvegji, edhe ata vendet dhe më thonë nordike, kishim gjithkund, se Italia, Francë, që janë të në këta tjera. Dhe më thonë, diqa që e thojmë mas kamrave, në të katët, one, Elvisje, Mënjola, Gjana, sinqerisht, kum lana pim kafe, qëtësona, dikon këto afer, diskutojmë, jena të mahnitën, se çfarë mbështetjet na keni lanë, çfarë përkrahjet na keni lanë, sepse për ne, një koment i juji, pozitiv, sidomos, e kena shumë pozitiva,
është mbështetje për ne morale, shpirtnore, edhe na bën ne me dalë përpara kamerave, që me komuniku me ju, edhe me pas respektin më të madh për çdo njeri që na njeh, na bën like, na bën follow, edhe na nuk dina se mi falenderu më shumë, por t'jena këtu me ju sa më shpesh dhe inshallah kënaqeni me temat që bim herë mas herë. Kjo pra është, prap po të thëm, marrojmë për i këtë dashni që ju na folni pa fund. Edhe ju negojmë, se edhe negojmë edhe sugjerimet që ju shpesh herë na çonin mesazhe, na sugjeroni tema, se këto tema që na jena të prek nuk janë thjesht tema që mendojmë na që mlellen na thojmë për çfarë po flasim. Këto janë pjesë atyne gjanave, atyne komenteve që ju na jepni mendimet tuaja, edhe na rekomandoni që na me fol, edhe na jena këtu para mikrofonit, por këto janë mendimet tuaja, dëshirat tuaja që ne i thojmë me za. Thëmë pra, a ka ma lezet, e kena bënjo atë uren ton, me shumë kam, se kam di që mundet mu ba me ka shumë. Ishte me shtu dhe diçka, se ka dhe shumë njerëz që ndoshta flasin ma bukur se na, flasin shumë bukur, por nuk din me negju. Ma bukur se goja. Ata din ndoshta me fol bukur, po s'din me negju si duhet. Na për ne, ma kërësorja është një unë ju i herë. Dëshira tuja që keni qef ju që na me diskutu, që ju me gjejt vedin sa do pak në të tema tona. Ma ne, kur gjanat, se e kena thonë gjithmonë, bëhen me qef, me mirësi dhe me dashni, besoj se çdo gjë arrihet edhe del bukur. Në gjë, se ishim të folë për fen, edhe unë du me thoni këtë mesazh. Zoti e din se sa dashni kena vute i kjo emision. Edhe për njante, faleminderit Zotit, na ka lidh me tan ju. Kjo është mesazhi. Kjo ishte ndër mesazhet më të bukura mendoj që kena thonë deri tash, sepse jo vetëm që është i vërtet, sa shumë i vërtet, por është tamam mesazhi që e ndim deri në shpirt. Kurse unë du me thonë diqa, ndoshta është kështu mendim jam personal, që na nuk kena trupa me shpirt. E na shpirt na dveshëm me trup. Pra që na ka kriju i malli Zot. Edhe kisha me bë thirrje, edhe i herë të një shqiptare, ku do që jeton në botë, ta dojmë njëri tjetrin, ta mbështesim njëri tjetrin, ta suportojmë njëri tjetrin, dhe të mendojmë vetëm se na vllazën e motra, jena tant një gjakut, edhe feja është personale, dhe fetë shqiptare janë fetë më të bukura në botë. Në rast se je musliman, je musliman shqiptar, nuk je musliman arabian. Në rast se je katolik shqiptar, nuk je katolik italian. Nëse je ortodoks, je ortodoks shqiptar, nuk je ortodoks grek. Pra, feja shqiptarit është shqiptaria, dhe ta vazhdojmë ashtu si të parë tanë, t'ja lëmë edhe stafeten për fëmijët në të ardhmen. Ju uroj Zoti ju bekoj familjet tuaja, punën tuaj, shëndetin tuaj dhe suksesin tuaj në jetë. Edhe ju falenderoj që na keni njeh sot. Mark të jo drejtove rinis, po mendoj që kjo është një detyrë e prinit për me ja ushy një gjatë tillë rini, sepse rinia normal duhet prini ai me kënë që ja ushen. Mendoj rinia e ka mundësinë sot më shumë se kur mi kuptu da gjana shumë më mirë ndoshta se kena kuptu na në kohën tonë. Në gjë, na kena ardhë brez mas brezit, se dhe i brezi para nesh, prind ton, na ka edukuni. Edhe na e kena dhonë, dhe më thonë, edhe në qofë se si kena dhonë 100%, ishte atë që më dëmendja që ja kena dhonë. Fëmijëve tonë. Dhe më thonë, s'ka si dalin mos me kenë, aksina. Gjaku, në fundit, gjaku sa do të rjellin, kur s'pa. Ashtë pa mujton, edhe unë kisha thonë, nima, qose mundesh, ban mirë. Qose s'mundesh me ba mirë, keq mas ban. Ma mirë këthe kryt në anë tjetër, e shika punën tane. Keq mas i ban kërkujt në botë. Ka i herë,
Jo herë, po kisha thonë fakt fjala vret më shumë se plumi. Nuk ja din se si e ka ditën ai tjetri. Qose mundesh me e ba me qesh, fali një buzëqeshje. Qose s'mundesh, kala. Gja me vra, ndoshta një fjalë që ti i thu, e çan kur i thojnë me ra. E për çfarë me e shty dikanin me ra? Qose mundesh jepja dorën qohet në kam. Fal dashni, s'ka gjë më të bukur se ajo. Me kaq po vjen fundi edhe episodit për sot. Edhe herë në emrin tim personal, ju uroj gjithmija zozje bekoft, e miropafshim në emisionin tjetër. Faleminderit. Marku 2 herë ka myll. Alo s'kina thonë në gjo miropafshim. Ky vazhdon e ti. Markun duket do na me zëvendësu shumë shpejt sa ashtu lodh, ashtu na i mbyll emisionet shumë shpejt. Po jam të hekon këtë. Edhe na shkruani, a jeni edhe ju dakord? Ç'a ti bëjmë ti djalit? O mi dhon pushim herë për dakord derisa ta marrin vendin. Ose këtë du të me baj këthes, sepse aty na i mbyll shumë shpejt emisionet. Me gjë, vojza Los ka thonë shprehjen e saj. Qa hekon mas emisionit, në emision, po qa heku mrapa. Qa mi bo këti djalit në diftoni, marvëlla, qa ti bëjmë këti djalit? Me hek me punet. Ja, do të qojmë pozitë përgjësi, kur... Do ta bëjmë drejtar. Po t'ja japim fjallin? Unë e thash paka shumë edhe në fillim, po s'ka gja, dhe me thanë, s'ka rëndësi se çfarë fejet i përkasim, dashnia është ajo ura dhe gjuha ma e përbasht e tana fejve. Mesazhi jon, dashnia. Miropafshim, pa unë pa mjolli prep. Miropafshim. Drejta herë vërteta. Edhe vrejnë është miropafshim. Edhe faleminderit shumë që vazhdoni me na njek, vazhdoni me na lanë dashni, edhe mos u nalni. Se kena nevoj për mbështetjen tuaj edhe për dashnin tuaj. Se kja oda jon është oda e tanve, jo veç e net katërve. Oda jon ka shumë zemra. Edhe tana zemrat që ju edhe primën na i veni në për mesazhe, na i marrim të tana me vedi, edhe i kena pru të kja oda. Kështu që këtu nuk jena vetëm 4 zemra. Këtu jena, as du me tha numrin, miliona zemra. Tana zemrat tuja i kena marri të mrend, edhe nuk ju lam me shku për këtë ju premtej. Dhe me thonë jena bot tanë bash një zemër e male. Po. Faleminderit, shifena në episodin e radhës. Miropafshim. Faleminderit.